Trupi dërgon sinjale, 6 shenja të cilat na paralajmërojnë që menjëherë duhet ta ndryshojmë ushqimin. Problemet shëndetësore dhe dhembjet janë tregues që organizmi ynë mundohet dhe që i është e nevojshme ndihma. Ekzistojnë shenja të cilat tregojnë qartë që nuk ushqeheni drejt dhe që mund t'ju kushtojë shtrenjtë nëse nuk i ndryshoni shprehjet. Fryrja dhe tretja e keqe. Nëse keni probleme me tretjen, kjo është shenja e parë që ushqimi i caktuar megjithatë nuk i përshtatet dhe që duhet ndëruar atë. Përpiquni që të konsumoni më shumë artikuj të pasur me fibra, sepse ato i ndihmojnë trupit të absorbojë materiet ushqyese dhe të rregullojnë tretjen. Pra, në menyn tuaj përfshini më shumë oriz apo kokra tërshëre. Shpesh ju sulmojnë viruset apo ftoja. Sëmurja e shpesh është një ndër shenjat që imuniteti ju është dobësuar dhe që organizmin tuaj nuk e ushqeni në mënyrë adekuate. Prandaj, në ushqim përfshini mjaft materie ushqyese, posaçërisht artikuj të pasur me vitaminat C, A, E, si edhe me zink dhe hekur. Shërimi i ngadalshëm i vragave. Nëse vragat ngadalë ju shërohen, duhet ta përmirësoni ushqimin dhe të përfshini artikuj të cilët përmbajnë mjaft proteina, sepse ato do t'ju ndihmojnë ta zgjidhni këtë problem. Dhembjet e shpeshtë e kokës. Ushqimi plot kimikalie dhe ushqimi i ngrirë mund të nxisin dhembjen e kokës. Gjithashtu, njëri ndër shkaktarët është edhe dehidratizimi i organizmit. Prandaj, kujdesuni të hani më shumë pemë dhe të pini mjaft ujë. Thartira në lukth. Konsumimi i çokoladës, i agrumeve, madje edhe i perimeve të caktuara mund të shkaktojë thartirën. Gjithashtu edhe alkooli shkakton thartirën. Prandaj, zvogëloni pijet alkoolike dhe kafeinën, sepse është konstatuar shkencërisht që dobësojnë unazën e muskujve të cilët pengojnë kthimin e thartirës së lukthit në ezofag. Keni flokë të rrallë. Flokët kanë nevojë për vitamina dhe materie ushqyese për të qenë të shëndetshëm. Kur organizmit tuaj i mungon hekuri, në qarkullim gjaku keni më pak oksigjen, gjë që përpasoj ka lodhjen konstante dhe rënien e flokëve. Prandaj hani mjaft proteina, thartira yndyrore dhe vitaminë C, zink dhe hekur. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.